Në qoftë se ju e mendoni dhe ne edhe vete kemi diskutuar që duhet të jetë më e fortë, më ashpër dhe këtu jeni duke folur me dikë që jam plotësisht dakord që duhet të jetë më e fortë protesta, që duhet të jetë më e përqendruar në diskursin ndaj kësaj afere korruptive dhe aferave korruptive të Ramës dhe Ballukut, dhe ky është qëllimi. Në qoftë se ti e mendon që sot nuk u arrit ashtu siç duhet, unë ja ku jam këtu po them jo vetëm qytetarët që po vinë atje, po edhe ju duhet vini atje për ta mbajtur këtë diskutim dhe këtë aferë korruptive në këtë pikë. Po jo për 5 tema. Atëherë të garantoj që protestën tjetër do e kesh me një temë do të dua një temë. Kanalizohet vetë ajo, protesta do shkojë atje ku duhet. Tani u parashtrua këtu që ka një mbështetje amerikane apo iniciativë. Ka dhe element tjerë, siç është takimi i ndihmës sekretarit të shtetit me prokurorët ose prokurorin e çështjes, momentin që ai ka ardhur në Tiranë, takime që sigurisht nuk kanë dalë media, sikurse ka dhe një mbështetje tjetër në raport me presionin që mori prokurori dhe ata që dhanë njoftimin të parë që u denoncua nga Partia Demokratike, nga sekretari i përgjithshëm, nuk kanë qenë njerëz që hamensojnë, kanë qenë njerëz që kanë pasur burimin e sigurt dhe që vinë nga informacione përtej oqeanit, të rast nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ka një interes të shtuar në këtë drejtim, një ndryshim politikave juridike që u tha pati një pauzë periudhën janar shkurt apo janar mars dhe qëndrimet tashme janë të qarta, synimi kryesor i tyre është që zbulojnë dhe godasin të korrupsion qeveritar që është i miksuar me rrugët e trafiqeve, sepse këtu fillon interesi më madhor i Shtetet Bashkuara. Kemi të mërkurën dhe tentën, janë 2 ditë seance, në mos i dështojnë, sepse paniku i tyre është që në qendër të ligjërimit ton politik, siç është dhe kërkesa panelit, do jetë pikërisht kjo çështje, tashmë me argumentat shtuara, se jemi ke shifrat, jemi ke faktet, dhe normal, jo vetëm deputetët që i përkasin komisionit të infrastrukturës, por edhe deputetët e tjerë do orientohen që t'japin goditjet e tyre për të mbajtur lart ligjërimin politik që në pas protestat tjetër të vazhdojnë natyrshëm në atë kanalizim që kërkohet sot nga opinioni publik duke themeluar kauzën në plotësinë e saj dhe për ta vazhduar atë deri në fund. Pas një pikë çuditëse se pika çuditëse janë motivacione më shumë, domethënë që nxisin atë. E shfrytzuar ose jo si momentum politik. Jemi në fund, Suro, dhe një qëndrim të fundit tuajnë sa i përket si e parashikon që shkon në kohë kjo ngjarje, megjithëse ne do ta diskutojmë shumë herë në Top Story me sa pritet, për sa kohë që tashmë është në një niveli të përplasjes deri në protestë për çështjen. Inshallah nuk më del fjala në kuptimin e opozitës, nuk shikoj në një vlerë të shtuar të proteste opozitës, në kuptimin se me thënë, po që për të rrëzuar Ramën ose për të tronditur Ramën e shikoj të vështirë. E kombinuar me vazhdimin e hetimeve të SPAK-ut, po, mund të ketë efekt. Pra, nga SPAK-u dhe nga mbështetja amerikane e shoh eskalimin e situatës. Normal. Pa tjetër. Duhem gjithë faktorët. Duhem shumë faktorë. Ka në bashkëveprim të gjitha këto, është fiks. Pa tjetër, por tani për tani, zëvendës kryeministria po sfidon gjithë qytetarët, kryeministrin, opinioni publik, SPAK-un në një farë mënyre. Dhe situata do të vi për mendimin tim duke u rënduar dhe duke u bërë kosto për qeverinë dhe vetë për kryeministrin, i cili sigurisht është brenda aferës dhe aferave të tjera, sepse gjithë tenderat kanë një trajt, kanë një formë. Fiksohet njerë fituesi, bëjnë kriteret, pastaj shpallet. Që nga inceneratorë, deri më sot kemi një soi zhvillimin e tenderve, janë gjithë pra të dyshuar për abuzime dhe për vjedhje. Kriteret i bën fituesi përpara. Mos e më keq akoma i bën fituesi. Paraqet autoritetin. Ka një gjë. Edhe kriteret nuk ishin respektuar në këtë rastin e fundit. Dorë për Smart City-n e ka negocim pa shpallje e ka ai për saktimin. S'ka hequr dorë, e ka formulë të suksesshme. Por këtë radhë është era e parë të suksesshme. Keni këtë radhë, ta thash edhe përpara Luciano. Këtë herë është era e parë që nuk po merr rrugë, pra as po distancohet hapur, pra është pa vendim. As po e shkarkon, as po e pëdëreqen, ndërkohë ajo po bën zëvendës kryeministra duket se po bën presion. Dhe situata është keq edhe me mbështetësit e veliajt brenda PS-s që kanë filluar aktivizohen tani. Duke ditur dy standardet, duke ditur që
kundërshtarja e tyre, ajo që loboi, punoi për të çuar Veliajn në këtë situatë, tani kanë marrë revansh. Pra situata është e lëkundshme në këtë rast. Këtu, qofse ne do të kishim një opozitë që këtë moment e kapitalizonte, s'do kishim bënim këto analiza për lojrat e pushtetit. Fakti që dolëm në atë platformë kapitalizimi. Është i mbaruar si balluku. Kupton? Fakti që dolëm aty dhe po vazhdojmë që dalim dhe do vazhdojmë është kapitalizimi i situatës. Sepse qartazi ne kemi dalë për atë gjë. Qartazi, diskutimi brenda grupit, si shtot Curi e tregon qartazi, se po e marë, si kur Curi di gjithçka që ka ndodhur aty pavarësisht çedencave të vogla. Po e pranoj. E i di si këndvështrime. Di muhabete, Qua Luciano tha këtë, pastaj u tha të tjetër. Po nuk provohet ka që në formë adeguate sa një zhvendosje fjale për shkupime fjalistë. Ideja është këtu që çështja e parave është çështje të gjithë shqiptarëve, e vjedhjes parave. Kurse këto çështjet e tjera, ajo gjinia, ajo gjërat kanë njerëz që s'duan t'ia dinë shumë për atë. Prandaj them unë që përqendrohen. 99% në gjithë testimet janë kundër, kështu që mos e thuaj atë. Për gjinin, jepini me gjinin atë. 99%, jo mos e thuaj, vazhdoni me gjinin. Kanë mendim ndryshëm ca. Lërini të vjedhin këta, jepini me gjinin. Tash nuk po përqendrohemi këtu se po e zhvendos debatin, ne po themi kemi përcaktuar drejtimin publik me kolegët. Nëse ka dhënë drejtim tjetër. Jo, kam bastin publik me kolegët, pa për mua me që tha kolegu që ne do përqendrohemi aty ku thoni ju, për mua misioni im si përfaqësues i opinionit publik për një lloj presioni u krye, pastaj do e bëni, do e shikojmë. Presion pozitiv, ajo po pozitiv që do jesh atje javës tjetër. Vetëm nëse është çështja për ballukun. Pa diskutim. Po futet një çështje të dytë, asnjë pankart tjetër përveç ballukut. Ti dil fol për temën që do ti nuk ka problem. Dakor. Ti vetëm hajde fol për temën që duash, e ke të lirë, ke me zgjidhje të lirë. Vetëm kjo më djeg paratë. Po vetëm hajde, edhe po do vi pra nëse do e bëni pra atë. Tani kam një bas me kolegët që thonë do ikë ajo me dorëqe. Rama do e shkarkoj. Tani kam hallë se do t'i prish planet, po. Hajde po e them. Si me dorëqe, unë thash bën presion. Kundërta. Po pra. Bën presion që sikën, unë thash e shkarkon Rama, po hajde po ja prishim planin Ramës, me që është interesi publikut më i madh. Do ta shkarkoj, po jo vetëm atë, pra do bëj në ditët dhe në javët në vazhdim rinovim të qeverisë, do heqet disa ministra dhe ndërmjet tyre do jetë dhe balluku. Ky është një Por ju du të ndimoni. Tu nuk u tregove i sinqert. Parashikimi intuitiv, analitik, sepse ti di më shumë se sa kaq. Po unë ta thash që di më shumë ti thua jo. Prit ta çoj. Jepi. Kjo di shumë që ndodh KPS. Jo, KPD-ja di më shumë, ka më shumë. Di shumë mirë që kjo lëvizje. Ka më shumë po sti zbuloj kjo lëvizje ka synim zëvendësimin e Ramës. Kjo lëvizje që the ti. Me këtë lëvizje ka shpëton Rama me ata. Shpëton. Nuk e lë këtë të japi dorëqen, do ta shkarkoj bashkë me disa ministra të tjerë që të mos duket as si shkarkim pra. Është rifreskim qeverie. Në çfarë faze është dosja tani? Hetimi tani në çfarë faze? Atëherë si do shpëtoj? Do bëjmë presion bashkë me ju. Ne jemi gazetarë dhe sigurisht që bëjmë hipoteza, bëjmë kalkulimet tona. Dhe duke krahasuar me ngjarjet paralele të tilla ose të ngjashme. Dhe kush do japi dorëqen, por duke parë trajtën që po nuk po bëjmë fall. Ne po mos të bëjmë presion se të del Altini thot media po më bën presion. Ne bëjmë një kritik, bëjmë një çfarë ti bëjmë Altini? Jo, presion s'po i bën përveç se palës që ka përballë. Ne bëjmë një kritik, bëjmë një analizë, bëjmë një hipotezë mbi situatën, ndërkohë që mënyra si po rrjedhën ngjarjet, qoftë në SPAK, po qoftë edhe në rrugë të opozita, po qoftë edhe tek presioni brendshëm i PS-s, edhe PS-ja ka rrymë reaksionare nga brenda